Ushtarët italian të Komandës Rajonale të Perëndimit të Misionit të Këforit, të udhëhequr nga NATO, kryen patrulla përgjatë vijave kufitare administrative në veri të Istogut, përcjell bota sot. Sipas njoftimit, aktiviteti i tyre është për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në zonë. Aktivitetet ditore të patrullimit kontribuojnë në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në zonë. Këfori vazhdon të zbatojë mandatin e tij, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe mënyrë të paanshme. Këfori vazhdon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të Kosovës. Në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Këfori, ndërsa bashkëngjitur janë postuar edhe disa foto nga këto kontrolle që kanë zhvilluar ushtarët italian, të cilët duken mes dëborës të armatosur deri në dhëmb.